mbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takomi në emisionin Pusho Shqiptarçe. Shpresoj të na keni ndjekur në javët e kaluara dhe tashmë të jeni mësuar, por jo vetëm thjesht si një zakon, po si një mundësi e mirë për të frymëzuar në udhime që ne ofrojmë përmes transmetimeve tona. Janë guida mjaft interesante që na shoqërojnë kryesisht në veriun e Shqipërisë, por këto guida shumë herë i kanë kaluar edhe kufij shqiptar dhe kemi shkuar në trojet shqiptare aktualisht pjesë e Republikës së Malit të Zi apo dhe në pjesë të tjera të Europës. Ne do të ndalemi sërish në pjesën veriore të Shqipërisë, është Kelmendi që si gjithmonë tërheq vëmendje, megjithatë le të ndalemi pak para se të prezantojmë një aktivitet mjaft mirë të realizuar në Tamar. Do donim fillimisht të prezantonim një festë shumë të bukur që ka vetëm pak vite që ka nisur të festohet në Bratosh. Janë emigrantët e zonës, të cilët kujdesen që her pas here dhe duke mos qenë muaj gusht të grumbullojnë për festën e Shën Marku, të gjithë ata që janë banor të zonës, por edhe miq të shumt, vizitat e cilëve nuk mungojnë në një ditë të tillë, në një festë mjaft të rëndësishme për ta. Një program i bukur artistik do të vinë në mënyrë të përmbledhur, duke falenderuar këtu edhe bashkëpunëtorët tanë që kemi në Malësi të Madhe, kameramanin Arben Hysa, i cili na ka dhuruar një pjesë të pamjeve që i ka filmuar në Bratosh. Le të ndjekim fillimisht këtë material të shkurtër përmbledhës dhe më pas do të vijojmë me një reportazh që do të na çojë në Tamar, atje ku është përgatitur një aktivitet mjaft i bukur për promovimin ose ndryshe çeljen e sezonit turistik në Kelmend. Ndjekim reportazhin e parë. Në qendër të kastratit të vjetër, aty ku gurët flasin me historinë dhe ku tradita ruhet si thesari më i çmuar i brezave, jehon edhe sot kënga e logut të Shmargut. Më datë 25 prill 2026 u organizua një festë që nuk është thjesht një aktivitet kalendarik, por një takim zemrash, një rikthim të rënjë dhe një dëshmi e gjallë e shpirtit krenar malësor. Nën tingujt e lahutës, çiftelisë dhe këngës së bukur shqiptare, atmosfera mbush me emocione të veçanta. Këngëtarët e përzgjedhur me zërin e tyre karakteristik dhe interpretimet plot ndjenjë, ndesën skenën dhe zemrat e të pranishmëve, duke i kthyer këngët në kujtime, mall dhe krenari për vendlindjen. Ndodhemi në Bratosh, ndryshe njihet si Kastrati Vjetër. Në këtë festë të parë krahinore të 7 maleve të Malësisë së Madhe, të njohur si Shën Marku i Kastratit, u bashkuan të rinjët moshuar, banor të zonës dhe bashkëdhetar të ardhur nga larg për të festuar së bashku atë që i bën malësorët të ndihen krenar, traditën, kulturën dhe identitetin e tyre. Gjithëve në madhe, disponizimi të artistë të dëshëm.
pak vite që festa ka marrë edhe ngjyra festive për një publik më të gjerë, të cilët vinë këtu të takohen me njerëzit e afërt, por dhe të argëtohen. Çdo këngë, çdo valle dhe çdo duar trokitje dukej sikur përcillte një mesazh të vetëm, se malësia vazhdon të jetojë në zemrat e bijve të saj, pavarësisht largësive dhe viteve. Ishte një ditë ku emocionet u përzien me nostalgji, ndërsa kujtimet e brezave të kaluar takuan ëndrat e brezave që po rriten. Ky koncert tashmë i kthyer në një traditë të dashur për komunitetin, u organizua me pasion dhe përkushtim nga Pal Qaraj, ndërsa mbështetja bujare e bashkëdhetarit të suksesshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Simon Pietri bëri të mundur që kjo festë të vijojë të ruajë madhështinë dhe vlerat e saj. Ky pra ishte materiali i parë që ne kishim përgatitur. Do të vijojmë me një reportazh shumë të bukur të realizuar në Tamar. Është përgjegjësia e njësisë administrative Kelmen, Florinda Peraj, e cila ka organizuar një aktivitet shumë të bukur me rastin e çeljes së sezonit turistik në Tamar. Një panajir i bollshëm me prodhime të vendase, mjaft origjinale, por edhe shumë mysafir ku spikat motoristë të shumë, rreth 50 motoristë, të cilët lëvizin Alpet shqiptare dhe bën një ndalesë shumë të mirë në Tamar, duke i dhënë hije shik këtij organizimi të cilësuar si ndër më të veçantë që është realizuar ndonjëherë në Tamar për çeljen e sezonit turistik. Se si ka shkuar ky aktivitet, ne do të sjellim një përmbledhje të bukur të këndshme, duke ju kujtuar që Tamara është shumë afër qytetit të Shkodrës. Mjafton të përshkoni brigjet e Hoti, më pas legjet e Hoti për të mbërritur në Tamar, një udhëtim që nuk shkon më shumë se 40 minuta. Ua sugjerojmë dhe planifikoni në fundjavë. Ndjekim materialin. Mes majave madhështore të Alpeve shqiptare, aty ku natyra ka derdhur me bujari bukurinë e saj dhe ku mikpritja mbetet një virtyt i trashëguar brez pas brezi, Kelmenti çeli zyrtarisht sezonin turistik 2026 me një aktivitet që mblodhi banor, vizitor, sipërmarrës vendas dhe dashamirës të natyrës nga vende të ndryshme. Qendra e Tamarës u kthye në një pikë takim testash, ngjyrash dhe emocionesh, duke promovuar më së miri pasuritë natyrore, kulturore dhe kulinare të kësaj treve, që vitet e fundit është ndëruar në një nga destinacionet më të kërkuara turistike në Shqipëri. Në këtë festë, për të cilën u kujdes administratorja e njësisë administrative Florida Peraj, nuk munguan bujtina të restorantet, prodhuesit vendas dhe artizanët e zonës, të cilët prezantuan me krenari produkte tradita dhe punimet e tyre, duke dëshmuar se turizmi në Kelmen është shumë më tepër se një udhëtim, është një përjetim autentik që lidh vizitorin me kulturën dhe jetën e malësorëve. Përshëndetje gjithëve, dhe mirë se u bashkuam në këtë ditë Kelmen. Jam shumë e lumtur gjithmonë që e shoh pedonale të Tamarës kaq plot dhe me kaq shumë njerëz. Sot është çelja e sezonit turistik të Kelmenit. Uroj që çdo gjë të na shkojë mirë, sepse unë vetë kam një bujtinë dhe disa rastishma shumë paske si përmarrje, që ke dëshirë me pas edhe sukses. Një atmosferë veçantë i dha aktivitetit edhe pjesëmarrja e Albania Baj, të cilës zgjodhen Kelmenin si destinacionin e xhiros së tyre, duke sjellë energji, gjallëri dhe duke promovuar bukuritë e kësaj zone në mbar vendin. Kolona e motorëve që përshkoi rrugët panoramike të Kelmenit u bë një prej momenteve më tërheqëse të kësaj dite festive. Gjithashtu, du të falenderoj me shpirë zotin Artan Lala, presidentin e Albanian Bikers, që i dha një heshi shumë të madhe këtij aktiviteti sot, që na mbushi pedonalen e Tamarës me kolegë, miq, familjarë të tyre dhe që janë sot prezent këtu në panajirin e hapjes së sezonit turistik.
Gjithashtu faleminderit edhe bytinave që kontribuan, bashkëpunojnë, Files, Rrokut, Praksëreqit, Pres Baxhos të Meleqikut, edhe Redis me punimet e dorës. Uroj mos harroj kërkan, e kalofshim sa më mirë. Kënaqësi e shihunje. Faleminderit. Shkojnë prapë më zakonit me kësë mënësorshë. Oni harmoni bukur, oni hyrje bukur, I falenderoj shumë. Hajde DJ.
Mbi të gjitha, kjo ishte një ditë mirënjohje për të gjithë ata që punojnë çdo ditë për ta bërë Kelmendin një destinacion gjithnjë dhe më të bukur dhe më mikpritës, për familjet që hapin dyert e bujtinave, për restorantet që ruajnë shije tradicionale, për artizanët që mbajnë gjallë trashëgimin dhe për prodhuesit vendas që pasurojnë tavolinat me produktet e tyre cilësore. Një falënderim i veçantë ju kushtua çdo vizitori që zgjedh Kelmendin për pushimet dhe aventurat e tij, duke kontribuar në zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë lokale, sepse çdo mysafir që ngjitet në këto male, që ecën në shtigjet alpine apo që ndalet pranë sofrave tradicionale, bëhet pjesë e historisë dhe shpirtit të kësaj treve. Me peizazhe që të lëm pa frym, lumen krisalor, male madhështore dhe një mikpritje që buron nga zemra, Kelmendi vijon të mbetet një prej perlave më të çmuara të Alpeve shqiptare. Dhe ndërsa sezoni turistik sapo ka hapur dyert, banorët e kësaj treve kanë vetëm një mesazh për çdo vizitor. Mirë se vini në Kelmend, aty ku natyra, tradita dhe bujaria shqiptare bëhen një përvojë që nuk harrohet kurrë. Ky pra ishte materiali i dytë që ne kishim përgatitur për sonte dhe në fund kemi lënë një ditëlindje 70 vjetori një miku ton shumë të nderuar. Bëhet fjalë për humanistin dhe patriotin e njohur jo vetëm në Shkodër, në zonën e Dukagjinit, në Shqipëri, por edhe në diasporën e largët, sidomos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Michigan, Detroit, atje ku ai banon së bashku me familjen e tij, i cili feston në Shqipëri 70 vjetor në lindjes së tij. Një njeri energjik, një njeri që ka kontribuar jashtëzakonisht në çështjet shqiptare, duke nisur nga probleme të tilla siç është çështja e rrugës së Dukagjinit, duke u qëndruar afër familjeve në nevojë apo duke u zbutur disi probleme që solli Covidi në Shqipëri. Bëhet fjalë për një patriot i cili kthehet në një model mjaft të mirë të shoqërisë shqiptare, një patriot i vlerësuar jo vetëm në trojet shqiptare, por edhe në diasporën e largët nga personalitetet e larta amerikane. Ne kemi sjellur në mënyrë të përmbledhur jetën e këtij humanisti në emisionin Pushosh Shqiptarçe, duke treguar një kujdes të veçantë për evidentimin e figurave të tilla, të cilat her pas here duhet të vinë në vëmendjen e opinionit të gjerë, si një shembull mjaft i mirë. Urojmë që të kemi dhe personazhe të tjerë të këtij niveli her pas here në transmetimet tona dhe në shoqërinë shqiptare, ata të mos mungojnë asnjëherë. Ndjekim një histori jete të humanistit dhe patriotit në Duhet Ftoni.
Ka njerëz që largohen nga vendlindja për të ndërtuar jetën e tyre, por ka edhe nga ata që sa do larg të shkojnë, e mbajnë vendlindje në zemër dhe e kthejnë suksesin e tyre në shërbim të komunitetit. Një prej tyre është Ndu Eftoni, një emër i njohur jo vetëm në Dukagjinë e Shkodër, por edhe në diasporën shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Historia e tij nisi më 13 qershor 1956 në Ndrejaj të Shoshit, në zemër të Dukagjinit. Ne kena një familje madhe, shtëpia e Dëmhillit në zonën e Shoshit, një shtëpi e njoftun në gjitha zonat e Malësisë, parton. Dhe që të kena një familje prej 20 vetash që ka jetuar bashkë. Një fëmijëri e rritur mes maleve, traditave dhe vlerave të trashëguara brez pas brezi. Kjo është trollëse ku kam lindur dhe 4 vazën 3 motra. Kur s'është menuar se këven do të thësh finale, nuk do të jeton këtu, për asi erë koha, dikush për të larguar jashtë shtetit, dikush për të rënë Shkodër, nga vetë kushtet e tilla. Vetëm 14 vjeç ishte dita kur për herë të parë la Shoshin dhe udhtoi drejt Shkodrës, një moment që do të shënonte fillimin e një rruge të gjatë sfidash dhe suksesesh. Në moshën 25 vjeçare largohet nga Dukagjini dhe nis punë në ndërmarrjen e furnizimit të punëtorëve të hidrocentralit të Komanit. Më pas në vitin 1986 vendoset në Gur të Zi, ku ndërton jetën dhe stabilizohet me familjen e tij. Aty krija familje, jetova 12 vite. Kam një jetë që për të vitet të parushme, duke gjetë një popull mjaft bujar, fetar, me tradita, dhe e gjeta vetën shumë mirë me ata njerëz. Por ëndra e tij nuk ndalej aty. Në vitin 1996 merr rrugën e emigrimit drejt Amerikës. Shikimi im mrapa ishte ai moment që unë shtanga duke menduar se do udhtojnë vetëm trupi im për në Shtetet Bashkuara të Amerikës jashtë i vendit dhe me zemër me shpirt do të jem gjithmonë në vendin tim. Takimin me Amerikën për herë të parë përjetova si të kapësh një gur dhe ta hedhësh, ti japësh ka dhe ta hedhësh dikun, ashtu kom zbritur në Amerikë, pa ditë kam të shkuar në botë. E mojmen fort mirë kur ka në Amerikë, i cili ka punuar pa ullodhë, ditën natë, pa pas kërkan për afër, as pjesëtarët e familjes më të ngushtë, por ka arrije atë që sot ne jemi mbledhur këtu për ta oruar, për ta përgëzuar. Si mirë emigrant shqiptar edhe ai e nisi nga puna më thjesht. Punoi si pjatalarës duke mos kursyer as mundin dhe as sakrificat. Ne kena kanë pash pares, se s'kem ditë ku shkojmë. Ishin vite të vështira, por të mbushura me besim, këmbgulje dhe vendosmëri. Nuja ishte një shembull atij shqiptarit të devotshëm, punëtor, të palodhur, i cili edhe në fund botës po ta çosh, i vën përdorim vullnetin e tij, talentet e tij dhe arrin që të bëhet dikush që të dallohet në atë komunitetin e madh të shqiptarëve në Amerikë. Vetëm 3 vite më vonë, në vitin 1999, themelon biznesin e tij të parë, kompaninë Eftoni Brothers, e cila furnizonte me produkte ushqimore restorantet në shtetin e Michiganit. I ka fituar paret me punë, me ndjerës, i pastër dhe për mua, qindra dhe mirat shqiptarë të tjerë. Kur marrin këtë rrugë, si rrugën e Ndu Eftonit, mendoj se ka merita. Nuja kishte bërë shumë miq, njerëz të cilët e admironin në sajt faktit që ishte gjithmonë i qeshur, gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar të tjerët, me ndjenjen e shërbimit ndaj të tjerëve. Zoti Ndu Eftoni mbetet një bashkëdhetar, do të thoja, i shkëlqyer, këtu në diasporë, një shok i mirë dhe një biznesmen i fuqishëm me rezultate shumë të mira. Suksesi erdhi gradualisht. Në vitin 2006 bleu marketin e mishit Eftoni Meat, i njohur si Dukagjini Meat. Por unë jam kryinalt që i kam mu emrin shqiptar, prendesh, dhe jam në midis të gjitha këtë biznese këtu që konkuroj, dhe të gjithë e din se unë nga Shqipëria, me punëtorët e mi, ju bëj atë shërbim që ata me të nashën dhe spysin a ke janin
aftoni o Amerikan, o Gjerman, o Grek, o ashtu, por kush është ai që i shërben më mirë. Një njeri i ardhur nga Shqipëria me një histori pothuajse të pashkruar për biznes, të vinë në një shtet të madh si është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kushte të reja, në marrëdhënie të reja, dhe me pa njohuri mbi gjuhën angleze, të futet me një ndërvjellësi të papar, është me të vërtet një histori suksesi në lidhje me punën dhe arritjet e këtij njeriu. 2 vite më vonë, në vitin 2008, bleu kompaninë Imperial House. Ishte një shtëpi ku njerëzit tanë kisha jonë gjithër aty kemi bën festat e flamurit, kemi dasma aty në bën fejesa, gëzimet e tjera, raste tjera të jetës, i kemi bën në shtëpi që për neve ka qenë mas kishës, mas kësaj qendrës tonë ku kemi zhvillu aktivitetin tonë, ka qenë vendi i dytë ku aty jemi mbledhur. I një sallë e madhe që është për 1.200-300 vetë ata që duan me bën gëzime në atë sallë. Në oftoni vazhdo e punov e zhvillov në atë sallë, edhe erdhen punët e gjanat që doshen mu bën punët e datlindje, gjana kombëtare, dazma, edhe noja gjithë se cilit ja bërballote e nimote për me bën dazmën, me bën gjanat kombëtare, mlidhjet, kush do që i vite këtu, në oftoni i merte, e i pritte, e i qitë darkat falë, nuk i ka marrë kurkuj as një dollar për çdo kush që i ka marrë këtu. Siç thonë amerikanët, nuk bën give up, por rikthej edhe një herë nga e para, me kurajo, me iniciativë dhe fillon historinë e suksesit. Ndodhesha një herë në Imperial House dhe vjen një amerikane me disa handikapat dhe i kërkoi menaxherit një sallë dhe disa kushte minimale për të ndëruar ato në një aktivitet. Sa po mori vesh në uftoni, i tha sallën e ke lirë, ushqimin e ke lirë dhe gjitha shpenzimit do t'i përballojë. Dhe asaj i shkun lot, e tha, falë se po të pyesën, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk pyesën se prej ka je, çfarë nacionaliteti je, por ajo do të ishte me ngjyrë, do të ndinte nga është ky njeri. Ande në uftoni tha jam shqiptar. Edhe ajo tha Zotit bekoft Shqipërinë. Në vitin 2013 zgjeroi aktivitetin e tij duke bler televizionin ACTV dhe agjencinë e udhëtimeve World Travel. ACTV, një televizion që ka krijuar fizionominë e vet, transmeton çdo natë në kanalin 19 të këtij rrjeti kabllor shtetëror, ku ka promovuar vlera dhe jep lajmet e gjitha aktivitetet që ndodhin në komunitetin shqiptar këtu në Michigan. Unë shkollë kam shkollën e jetës, kam marrë 8 vjeç shkollë, por pri moment të bëna intelektuale. Se në vitin 93 më thot njerën qofë se bën 50.000 lekë, do t'jap me amës shkollën e mesme. Dhe mas 6 muaj shkishe 50.000 shkollën e lartë. E mora atë diplomë, kërëva punë dhe mas 10 dish t'u pi kafe me të shokë, më thonë, çfarë shkollë ke? Thëm, kom shkollën e mesme. Ku ke marrë fillen menë? Kur shka kanë drejtori, kam marrë ullën aty shkollën, unë aty s'nik shka kanë. Dhe ndërshova muhabet me të mundësit e mija, dhe kur dola, mora rrugën shkova në shpi, e kom marra diplomë, e kam shkruaj bënga copa, dhe se ka pa kush makur, se më e parë se nuk tjep e men as firma, as vula, njeri duhet jenë vetë vetja, ku do të qitjen, se nuk bëjnë as letrat, as vullat nuk bëjnë. Në Amerikë ka pyet kush kura ke shkollë, sa shkollë ke. Disa vjet e me radhë punojmë bashkë, është një burr i ndershëm, i thom në oftoni me 2 zemra. Ndërsa në vitin 2015 bleu restorantin me 120 vende, ftoni Koni, duke krijuar kështu një rrjet të rëndësishëm biznesesh në Michigan. Duke pas njerëz të tillë si në Uftoni, komuniteti shqiptar
është ndjehet krenar sepse prezantohet shumë mirë dhe prezantohet me dignitet këtu ku jetojmë, por njëkohësisht i bëhet mirë dhe vendlindje sa më shumë të tillë si Nuftoni Kimi, aq më e nderuar është edhe Shqipëria. Tregtari si punë e shkrimtarit, lind. Me vjen një njeri i ditë në punë dhe i thot sekretarës do të takoj Nuftonin. Vjen në zyre, thot kom nevojë për punë. Çfarë punoni? Thomun, thot punoj çfarë kesh nevojë. Por kom një problem thot. Thom, çfarë është problemi? Ba me arë ma vonë, mos më thonë kush pse erdhe vonë, se kam dhe punë. Ba me dalë ma heret, mos më thonë kush pse dole ka qeret për e punë. I thomun, a din anglisht? Thot jo. Po, a ke shkollë? Thot jo. I ven punë e kam unë, i thomun. A ven punë e kam unë, se me gjumë pak, e pa shkollë jam unë, do së më nërë qoj kujnë atë ven punë e vështar që koni ven tjetër. Por për ndu Eftoni suksesi nuk ka qenë kur, vetëm një çështje biznesi. Mburem me Nuftonin dhe është një shembull për komunitetin tonë dhe për këtë komunitet që ne duhet jemi më të bashkuar, edhe këtë toni Nuftoni e ka bërë. Është një biznesmen i suksesshëm, është një njeri me zemër të madhe, është një shok i mirë. Në vitin 2005 themeloi shoqatën Dukagjini në Detroit, duke bashkuar shqiptarët dhe trevës së tij dhe duke promovuar vlerat kombëtare larg dheut. Kënaqet zemra që ekzistojnë evente të tilla kaq larg në Amerikë për me qëllim për me majtë shqiptarët e malësorët bashkë. Kryu me një vendlinje të vogël në të vend. Kemi kryu një shoqat, Dukagjini këtu, si shumë shoqat atira që janë kryu këtu, është domosdoshme për ne se ne kemi ikë nga vendi jonë, gjakun tonë e kemi lënë atje, por ne duhet jemi vëllezër e motra me njëra tjetrin këtu për të ruajtur traditën. Është ngjitur mbi mesetaren e kësaj jete, duke vepruar edhe si bamirës, duke vepruar edhe si mecenat i artit dhe përgjithsisht i aktiviteteve që promovojnë kulturën, artin edhe historinë tonë. Një vendosmëri për të kryer punët në të mirë të zhvillimit të biznesit, të tij individual, por ka qenë vazhdimisht edhe një individ pozitiv për të gjitha aktivitetet, ngjarjet, eventet që ne kemi përjetuar në diasporë, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me vendlindjen tonë, me Adeun, me Shqipërinë. Nuftoni, kjo më ka bërë përshtypje, ka mbetur po ai shqiptar, gëzoj që dhe të tjerët të marrin një shembull që të ne mos vim këtu dhe Amerikën duhet ta duam. Amerika është vendi i demokracisë. Na ka dhënë gjëra që ne me punët që e meritojmë sigurisht, por jemi të pranueshëm. Nuk të thotë se këtu je shqiptar apo serb apo grek, të gjithë ose kinez, të gjithë trajtohen një lloj. E këtë ta jep Amerika. Mirë po, të qëndrosh njeri, të qëndrosh shqiptar. Më ka bërë përshtypje sepse ky gjithmonë, si thash, nënat, që gëzohen kur veten në Shqipëri, të bëjnë lakror, byrek, baklava, ku di unë të presit, dhe Nuftoni kënaqet kur shqiptarët vinë dhe u jep darkë dreka siç që ka dhënë në shumë raste. Por humanizmi i ndu Eftonit nuk ka të matur. Ishte viti 2007 pas tragjedisë së Kirit, kur ai dërgoi 11 milion lekë të vjetra për familjet e prekura. Për vite me radhë ka sponsorizuar gazetën Dukagjini, ka mbështetur botimet e autorëve që kanë shkruar historinë e kësaj treve dhe ka qenë një nga kontribuesit kryesor të ansamblit Treva, duke e mbështetur për rreth 7 vite me radhë. Do të çmoja shpirtin e mirë, zemrën e tij bujare, ruajtja e vlerave familjare, sepse ai vjen nga një familje tepër bujare, që është e njohur në zonën e Dukagjinit, por ato tradita të mira, bashkëpunimit të pakursyer që ai i ka ofruar të gjithë bashkëpunëtorëve, kryesisht bashkëdetarëve tanë këtu, e bëjnë atë që të jetë i veçantë. Kontributi i tij për sportin nuk mungoi. Në vitin 2013 dhuroi 4 milion lekë të vjetra për palestrën e mundjes në Shkodër, duke e financuar shtrimin e tapetit sportiv. Po atë vit, qyteti i Shkodrës e nderoi me titullin Mirënjohja e qytetit. Janë njerëz të cilët nuk e kërkojnë lavdin,
por lavdia u shkon pas aty. Ndu Eftoni ka ndihmuar 10 familje në nevojë dhe shumë të sëmurë që kërkonin trajtim mjekësor. Në vitin 2019 dhuroi 5 milion lek për 3 fëmijë të jetim në Fusharës, pasi humbën tragjikisht prindrit e tyre. Gjatë pandemisë së vitit 2020 kontriboi me 10 milion lek për familjet në nevojë në Shkodër. Ai zotin e nevojës pas në morë, në moshën të ditë. Falenderoj Moftonin për këtë ditë të vështira se na ka kujtuar me këto gjëra mira. Olna nërës edhe ju falë zotin nërës se këtë pashë që vinë që e ka kujtuar zotin e vetën këtë për fikësijet të gazepit që ka pasë. Një nga angazhimet e tij më të rëndësishme ka qenë lobimi për rikonstruksionin e rrugës së Dugagjinit. Në vitin 2016 ai u përfshi aktivisht në takime, verifikime në teren dhe ngritjen e grupeve të punës për ta çuar përpara këtë projekt jetik për zonën. Nga buxheti i tij ai ofroi 20 milion lek të vjetra për nxitjen e punimeve në rrugën e Dugagjinit. Sot, në 20 kilometra për me dalë Dugagjin duhen 4 orë dhe jena të izoluar me tokë, me prodhime, me gjithçka atje. Në të gjithë botën me ra, s'mund ta gjejmë vend të izoluar, as mallë, as me emër sa ka Dugagjini për Shqipërinë, s'mund ta gjejmë të izoluar siç është Dugagjini sot. Dhe ne kërkojmë ndihmën tuaj. Unë kam qit $20,000 të mijat, por janë zero në atë punë. Dhe gjithë Dugagjini, gjithë apar Dugagjini, me bashku qa kena rrugën e Dugagjini s'mund ta nxjerrim, as mund të qesim manet. Por duke pasë ne edhe qeveria, edhe ju të na shifni se na jena të ju mundu për diçka, jena mundu për të bani fund, sa do të vogël atë që mund ta bëjmë si këtu si në diasporë, dhe do t'ju them çdo Dugagjinësit që kena detyrë për vendin tonë, dhe secili ka detyrë që të kontribuojnë tani në veten për të kontribuar për vendin e vet. Por unë ju garantoj, si kryetare e Këshillit të Qarkut dhe si përfaqësuese e këtij institucioni, që ju e keni ndërruar sot me prezencën tuaj, me anë të një kërkese nga pala juaj, ne do t'i shkojmë deri në fund kërkesave tuaja dhe do t'ju mbështesim në të në format ligjore të mundshme. Dashuria për vendimje nuk është shprehur vetëm përmes ndihmave financiare. Nga Amerika i është kthyer plot 54 herë në Shosh dhe Dugagjin. Unë tu marrë frym kurve, për duke një atë shpirtin dhimin për vendlinën teme, duhet që edhe këta Dugagjinas që janë lerrit të vend, sot kanë dalë për këtij vend dhe kanë rënë Shkodër, mos e quajnë rahati pa infrastrukturën e këtij vendi, ta kupton? Se është detyra jona për ta marrë të vend, se këtu kanë ishte atë baba, gjysha tona dhe janë rritë me shekuj njerëzit në të vend. Çdo vizitë ka qenë një rikthim te rrënjët, te miqt, te bashkëfshatarët dhe te njerëzit e zemrës. Në këto vizita ka ftuar dhe mikpritur qindra miq e shok, duke promovuar bukuritë dhe vlerat e trevës së tij. Qysh atë ditë që duhen në migrim me shokët e vetë sipas në vojtje, i murë, i duhen nga vojtjet, i majti. Ullanimin, erdhë në çdo rast, çdo fest, ka ardhën shosh, i ka përkujtue edhe ne dy vestina ka flasim këtu. Mua dhe lulashin çdo fest. Për Amerikën shëgërishin ne ka çuo paret, ne ka përkujtue, ne ka rua festat, është një njeri si rua shumë traditën e të malësorit, traditën e të parëve. Traditën e shqiptarit, pra nuk ka mall me tret. Kur i kalin zemër tamam, për me ruajt, çka don me ruajt, një djalin e ruam i shoshit. Për asnjëherë ai nuk e haron vendlinjen tonë. Duke shkuar, duke vizituar vendlinjen e vet, njëkohësisht edhe duke ndihmuar atje. Ndu Eftoni e ka aplikuar në këtë komunitet, i cili nuk ka rëndësi përgatësia, nuk ka rëndësi besimi, nuk ka rëndësi gjua, është e jugut apo e veriu. Të gjithë janë të barabartë dhe një lloj për filantropistin e njohur, zotin Ndu Eftoni. Patriotizm pa ditori nuk ka, po edhe për pasuri nuk ka. Të treja ja ka dhënë Ndu Eftoni Perëndia. Ndu Eftoni sot është simboli një dritë meteori që nesër do t'jenë me 10 shqiptar djemtë dhe vajzat tona. Falë angazhimit, punës, zellit, interesimit dhe dashurisë të njerëzve të vetë,
për vete, për familje dhe për kombin tonë. Dhe Nueftoni ka bën shumë, jo vetëm për biznesin e vetë dhe për familjen, por edhe për të ndihmuar. Nueftoni kur nuk ka kërkua, nuk ka ba përqamje të njeriu çfarë feja, a çfarë krahine është, ky ka da njerëzit në njerëz të mirë dhe njerëz jo të mirë. Dhe sigurisht se ajo është një virtyt i tij lartë, i cili e cilëson dhe karakterizon këtë njeri të mirë. Liderët bëhen ekspert në punën e tij, karakter që do të thotë integritet, puna me përkushtim, shpirti fitores që e kanë karakterizuar këtë zotni, që ka arrit këto gjëra. Ka arrit më ndryshu vetveten dhe prandaj ka arrit në këto rezultate. Mirë se ka për zoti sonde në këtë festë tradicionale të zonës Dugaxhinit e Shoshit, kryesisht si barak i Shoshit. Ne na mësua gjithmonë, si thosh, me misë me dashamir për të këmtuar festat, se është si na kanë dhuruar parë tonë, cilat edhe ne do t'i ruajmë dhe do t'ja trashëgojmë atyne që vinë pas nesh. Nueftoni të urojmë 100 vite, faleminderit për festën e emër të artistëve të Shkodrës, të cilët sa herë që kanë ardhur në Amerikë, janë ndjerë si në shtëpinë e tyre kur kanë ndaluar ty. Për këtë të falenderoj sinqerisht me gjithë zemër, me emër të tyre. Nueftoni shuhet për bujarinë e tij, duke shtruar sofra jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i dhënë rëndësi çdo feste me karakter fetar e kombëtar, por dhe në mbyllje të sezoneve verore. Ju falenderoj dhe ju uroj gjitha të mirat dhe jam krenar që jam midis jush dhe jam krenar që kemi midis ne. Unë të falenderoj për këtë speech korrekt dhe shumë signifikant. Dhe dua të them, jam i lumtur që ti je shëndosh e mirë. Jem mes nesh dhe gjithmonë duke falënderuar mikun tim të shenjtë, Nueftoni, Pal Shkrelin, të cilët Luj Gjoka e të tjerë, të cilët me shumë impenjim, me shumë dashuri kanë folur dhe kanë ndjekur edhe curin time nëpërmjet teje edhe interesin tënd për mua. O ju të tanë me knasi, duhem me ju thanë, shoku të mirë mos i japë shpinën, o as të kesel as të mirën. Në këtë takim në shtëpinë e Nueftonit, që na bashkoi si din Nueftoni me i bashkuar shqiptarët, dhe din gjithmonë me i bashkuar shqiptarët nga gjitha krahinat, për me diskutu dhe me u bashku si vllazën shqiptar. Në shtëpinë e tij në Michigan ai hapi jo vetëm dyer, por edhe zemrën, duke pritur me një bujari të rrallë. Artistët nga Shqipëria, mikpritja e tij e jashtëzakonshme e bëri largësinë të dukej e vogël dhe Amerikën të ndihej si një copë e dheut. Dhe na bashkov Zoti dhe na lash bashk me zemër e me shpirt e me bashkëpunim veç për të mira të familjes tona, të kombit shqiptar dhe shqiptarëve kudo që janë, që kena bashkimin e tjetën dhe marrëveshje e dashnije. Gëzuar.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ndueftoni është bërë një ulëse mes shqiptarëve dhe institucioneve amerikane. Ai ka organizuar takime të rëndësishme, ka pritur personalitete të larta shqiptare dhe amerikane, president, kryeministra, kongresmen dhe diplomat, duke promovuar vazhdimisht çështjet shqiptare. Fala autoriteti që krijoi në Amerikë, Ndueftoni është takuar me personalitetet më të larta të shtetit, si presidentin Bill Clinton, Sikur me landorën Zotit, më ka dukur i komandorën për herë parë Clintonit në atë kohë. Kryeministrin britanik Tony Blair, kryetarin e shtetit të New Yorkut Eliot Engel, kryetari i shtetit të Michiganit Carl Levin, senatorin e Michiganit Gary Peter, generalin e NATO-s Walter Clark, antarin e Këshillit Bashkiak të New Yorkut Mark Joney e të tjerë. Zoti Kryeministër, mirë se erdhët në Bashkuar të Amerikës për takuar vëllezërit dhe motrat shqiptare që jemi këtu në Amerikë. Unë jam Ndueftoni. Vin nga Dugazini i Shkodrës në kufi me qiellin. Kam 28 vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jam antikomunist dhe demokrat i flak dhe kam nerin që kam marrë sot për të takuar kryeministrin e shqiptarëve në Amerikë. Në takimet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Shqipëri, nuk ka nguruar asnjëherë të ngrejë probleme, por dhe zgjeroi zgjidhjet për lehtësirat që ju duhen bërë diasporës për të investuar në Shqipëri. Kena shumë dëshirë për vendin tonë, kena dëshirë të gjithë me investua si kur shoqëri tjera, kisha për të kërkuar se për shqiptare. A mundet me na garantuar 80% si zembe të vetën tonë, me gjithë atje, që mos më nartë kushteterave me kriteret që kanë biznesën gjithë botën, se edhe unë maj, që në zonë teme, kur vesh asfaltin në shosh, dhe në 200.000 e $500.000 edhe në këmos jam, unë do t'investoj atje, ose në bujqësi, ose në dektori, ose në turizëm. Dhe si unë ka shumë edhe këtu në Amerikë. Unë s'kam qenë antar i asnjë partie kur. Janë 30 vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dua Shqipërinë dhe shqiptarët, jam kombëtar, nuk jam partijak. Të gjithë, edhe ata që kanë shkruar për mua është me parti këtë janë, nuk ka problem, më bë kryeministra nesër, unë i respektoj dhe i nderoj si kryeministra të vendit. Një moment kulmor ishte organizimi i festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë në vitin 2012. Vëllezër e motra nga Shqipëria, Kosova, Presheva, Bujanoski, Dibra Male, Manastiri Çameria. Të përshëndes ju që jeni sonde këtu. Në këtë marrëdhënie, por në të njëjtën kohë të përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë dhe t'ju uroj gëzuar 100 vjetorin e pavarësisë. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 1200 shqiptarë dhe autoritete amerikane. E gjithë veprimtaria u financua nga Ndueftoni. Me shpirtin e tij bujar, në vitin 2012 organizoi 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, ku morën pjesë 1200 shqiptarë nga të gjitha krahinat dhe 60 personalitete amerikane. Ftoj Ndueftonin të vinë këtu për të marrë një dekorat për 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. I vetmi shqiptar, i vetmi aktivist në trojet tona shqiptare dhe ka flitet gjuha shqipe, i cili sponsorizoi një shumë madhe tradar e çmallështore ku zemra e çdo shqiptarit, qysh nga plaku e deri te fëmia me madhështi e prishte atë natë për ta festuar. Vepra të tilla që kushtojnë para, që kërkojnë burime materiale të shumta, i kryen një njeri që është me të vërtet patriot.
Në atë mbrëmje ai u nderua me një certifikat të veçantë nga Kongresi Amerikan për kontributin e tij. Gjithashtu publikisht në këtë festë ndueftonit ju dorëzua certifikata vlerësuese nga kryetari i shtetit të Michiganit Carl Levin. Vitet kanë sjellë edhe vlerësime të shumta. Ai është shpallur qytetar nderi i Shoshit, nderi i qarkut Shkodër, i Bashkisë së Vaut të Dejes. Republika e Shqipërisë, Bashkia e Vaut-Denjës i jep Zotit Nuftoni titullin nderi i Bashkisë Vaut-Denjës me motivacionin për meritat veçanta dhe për ndihmën e vyer dhënë artistëve shqiptarë në Amerikë për rolin e rëndësishëm në fushën e biznesit, si dhe për zhvillimin dhe promovimin e kulturës, traditave dhe vlerave artistike kryetare. Qytetar nderi rrethinave, nderi i shoqatës atletare Dukagjini dhe ka marrë medalje nderi nga Ministria e Brendshme e Shqipërisë për promovimin e vlerave kombëtare e të tjerë. Qendra e Artit dhe Kulturës Shqiptare që vjen nga Shqipëria. Nderi i Qendrës së Artit dhe të Kulturës Shqiptare, Zotit ndueftoni, me motivacionin biznesmen suksesi, humanist dhe mbështetës i paqes sociale. Vërmendar i shuar i vlerave liridashëse kombëtare dhe një sensibilizues e promovues shëmbullor i tyre, vazhdues i denj i virtyteve tradicionale, artëdashës dhe mbështetës, si dhe sponsorizues nga më të rëndësishmit e vlerave kulturore artistike në Shqipëri dhe në komunitetin shqiptar të diasporës, pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Biznesi i tij Tony Meat është vlerësuar si lider i industrisë në Michigan, ndërsa në vitin 2015 u nderua në Teatri Migjeni si shkodrani më i suksesshëm në diasporë. Kam nderin t'i dorëzoj një burri malësie, një personaliteti i diasporës, Zotit Nueftoni, mikpritësi më i madh i artistëve dhe jo vetëm, i të gjithë shqiptarëve në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E gëzosh. Unë kam nderin të sonde t'i dorëzoj themeljohje vokalit më të mirë, kombëtares meritueme Alma Velaj, e cila lekë në Shqipëri për edhe diasporën rrëfetojnë zani i saj që e ka mund të me klasirë diasporë. Ju faleminderit për respektin ne që ja kena kthyer shpinën venit tonë, duke pas ju këtu, s'na kena lënë kur folet tona më ftof. Kena zgjedh shpirtin, kena sin, ne trupin e kena atje, për zemrën e shpirtin e kena gjithmonë këtu. Mjaft Media kanë përsellur vit pas viti aktivitetet e tij, duke sjellë një model mjaft të mirë për shoqërinë shqiptare. Vendosur që këtë hapësirë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri t'ia dedikojmë njërit prej emigrantëve të suksesshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të kemi mundësi tashmë që nëpërmjet një lidhje me Skype të lidhemi me zotin Ndueftoni, i cili është kryetari i shoqatës Dukagjini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Michigan, por edhe humanist, një shqiptar amerikan që ka rreth 30 vite që jeton dhe punon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke njoft Amerikën dhe duke nije mallin për linjën time atë ku më rrit, jam si puna asaj burët e grus, si i thot gruaja burët, po ba më u kthye edhe herë mrapa, a do më kisha marrë prap. Edhe unë sikur kisha më kthyer rinia, edhe një herë mrapa, kur s'kisha për të larguar për vendin tim, po avon kontributet në vendin tim dhe jo në Amerikas në vendet tjera të botës. Dramaturgu Fadil Kraja i kushtoi veprën Guxo një biografi e sjellë me mjaft mjeshtëri. Se ishte vërtet një njeri që me guxim, me kamgullje, arriti qëllimit e tij. Bëri përshtypje dashuria e tij për vendlimin, ose më mirë me thanë zbërthimin e asaj fjale të urtë të popullit tonë, që thot, në qoftë se nuk din prej ka ke ardhë, nuk din edhe ku shkon. Jo vetëm aftësitë e larë përmendura, por ai dallohet edhe për aftësitë e këndimit në lahut, apo thurjeve të vargjeve të improvizuara aty në qast. Unë që ju fmi, ju kam mësu në vegle, pa ka shumë me kesë sa ju bje, por s'kam lashtë tala atë që njën shpirtin tim, s'kam lashtë tala kërkën mëra, po ku do shkoj si di kam me veti. Unë taj nga Michigani, e në ropënan, pak më kanal zani, o pëllën tanë, po të kelzani.
trashëguar prej babës se i ka pas gjithmonë në kanën mrapa. Historia e Ndueftonit është historia një emigranti që nuk e harroi kur vendin nga ku nis. Është historia një njeriu që ndërtoi suksesi me punë të ndershme, por që nuk e mbajti atë vetëm për vete. Ai e ktheu suksesin në mbështetje për komunitetin, në ndihmë për njerëzit në nevojë dhe në krenari për Dukagjinin e Shkodrën. Vlerat që ka shoshi, Dukagjini, Shkodra dhe Shqipëria si gjanë pakon në botë. Dhe në qofë se integrosh me atë edukat që ke vitur në Shqipëri, flet me gjithë botën. Në nderim të kontributit të tij ndër vite, 70 vjetori i lindjes u festua në ambientet e Art Center Blue Sky, në praninë e shumë personaliteteve, miqve dhe bashkëpunëtorëve, të cilët vlerësuan figurën, veprën dhe gjurmën e lënë prej Ndueftonit në komunitet. Kisha merituar 100 vjet, pas i fort sa jam i dash, nuk lus për vitor tjetër për këtë arsye, se nuk mund bashkoj më një kunor tillë me mbrathua si që një sonde. Sot emri Ndueftonit mbetet simboli për kushtimit, bujarisë dhe dashurisë për vendindjen. Një dëshmi e gjallë se rrënjët e forta nuk harrohen kur, pavarësisht sa larg të çon jeta. Për një burrë në Michigan, për shumë vepra që po ban, shpirt e zemër prej Florinit, biri dejti Dukagjinit. Këto pra ishin materialet që ne kishim përgatitur për sonte. Kemi nisur fillimisht me një festë mjaft të bukur në Bratosh, të Malësisë së Madhe, dhe duke qëndruar te njëjta bashki, kemi vijuar me materialin e dytë që na ka çuar në Tamar, në çelin e sezonit turistik, ku ishte panajiri, programi artistik, po dhe vizitorët e shumë që kishin ardhur për të ndjekur këtë aktivitet. Dhe kemi vijuar në pjesën e tretë të emisionit me festimin e një ditëlindje, duke sjellë këtë ditëlindje në formën e një histori jetësore të humanistit dhe patriotit Ndueftoni. Ritransmetimin e emisionit ju do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30, ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të TV1 Channel. Natën e mirë.